Presidenti i Shqipërisë Bujani Shani kërkoi sot të gjykatës kushtetuese të shfuqizojë një nen në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë që kufizon zgjedhjen e nënkryetarit në kundërshtim me kushtetutën. Shumica socialiste miratoi në fillim të këtij muaji ndryshime në 3 ligjet e drejtësisë si pjesë e një reforme në këtë fushë. Por opozita u ankua në gjykatën kushtetuese se paketa e ndryshimeve ligjore është antikushtetuese dhe synon vendosjen e gjykatave nën kontrollin e qeverisë. Korespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Presidenti i Shqipërisë Bujani Shani i kërkoi sot gjykatës kushtetuese që të shfuqizojë në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë nenin e sapo miratuar nga shumica socialiste që e kufizon presidentin të zgjedhë nënkryetar të KLD-s, një prej 2 anëtarëve që zgjidhen aty nga parlamenti. Këto ndryshime në ligjin për KLD-n, presidenti i ktheu në parlament për rishqyrtim, por shumica e majt i miratoi përsëri në 1 shtator, duke ja kufizuar presidentit kompetencën për të zgjedhur nënkryetarin e KLD-s. Në kërkesën drejtuar gjykatës kushtetuese, presidenti theksoi se zgjedhja e çdo antari të KLD-s për nënkryetar është një e drejtë që atij ia jep kushtetuta. Nga ana tjetër, duke kufizuar vetëm tek 2 emrat që vinë nga parlamenti, u hiqet e drejta që u ka dhënë kushtetuta për të zgjedhur nënkryetar të KLD-s atyre antarëve që vinë nga radhët e sistemit gjyqësor. Presidenti thotë se ligji është antikushtetues sepse bie ndesh me kustetutën e cila i lati dorë të lirë nëse nënkryetarin e zgjedh nga radhët e përfaqësuesve të drejtësisë apo nga ata të parlamentit. Kushtetuta thotë thjesht se KLD zgjedh nënkryetar një prej antarëve vet me propozim të presidentit. Reforma e sistemit të drejtësisë, sapo miratuar nga shumica e majt, hasi kundërshtimin e menjëhershëm të opozitës. Edhe pse deputetët e Partisë Demokratike nuk marrin pjesë prej disa javësh në punimet e parlamentit, ata paditën në gjykatën kushtetuese paketën e ndryshimeve ligjore për reformën në drejtësi, duke i cilësuar ato si antikushtetuese. Opozita paditi në gjykatën kushtetuese 3 ligjet e paketës së drejtësisë, ligjin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ndryshimin e ligjin për funksionimin e gjykatave administrative dhe ndryshimin e ligjin për shkollën e magjistraturës. Të 3 këto ligje janë ligje të cilat kanë një përmbajtje të thellë antikushtetuese, prekin parimet e ndarjes së pushteteve, prekin parimin e funksionimit të shtetit ligjor dhe kam për synim kapjen politike të sistemit drejtësisë. Duke dalë sot nga gjykata kushtetuese, përfaqësuesi i Partisë Demokratike Eduard Alimi deklaroi se shumica socialiste po e detyron presidentin të zgjedhë nënkryetar KLD-je një person nga lista e kryeministrit. Po ashtu, kryeministri merr kompetenca në caktimin e ndihmës gjyqtarëve dhe zyrtarëve të gjykatës administrative me të cilët është në konflikt interesi dhe në kundërshtim flagrant me kustetutën. Sipas zotit Alimi, në ligjin e 3, kryeministri merr kompetencën për të zgjedhur drejtorin e shkollës së magjistraturës, duke e marrë këtë të drejtë presidentit dhe KLD-s. Opozita i kërkoi gjykatës kushtetuese që të pezullojë menjëherë këto 3 ligje, që jo vetëm nuk janë reformë në drejtësi, por shkelin hapur sipas saj pavarësinë e drejtësisë nga pushteti ekzekutiv, duke e vendosur atë tërësisht në kontroll të qeverisë. Shumica socialiste u angazhua që këtë sezon në parlament do të kryejë një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë. Ai urrëzoi dekretet e presidentit që kërkonin rishikimin e hapave të jetura deri tani, ndërsa opozita mungon rregullisht nëpër seancat plenare. Një grup deputetësh socialist kërkuan disa ditë më parë largimin nga KLD-ja të nënkryetarit dhe të një antarit, duke i hapur kështu rrugën ardhjes së 2 antarëve të rinj nga parlamenti, njëri prej të cilëve duhet të zgjidhet nënkryetar sipas ligjit të ri. Por presidenti i kërkoi gjykatës kushtetuese shfuqizimin e nenit 7 të ligjit të ri për KLD-n dhe pezullimin e veprimeve që mund të ndërmerren deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.